model për ne në çdo aspekt se si muslimani duhet me jetua me Allahun xhallal xjalaluhu, vetëm se që kemi nevojë me lexuar do thotë historinë e të dërguarit Zotit. Pra betejat e jetës asnjëherë nuk e kanë zbrapës profetin alayhis salam që me jetu me Allahun. Siç din ndonjëherë neve që më na ftof pak kur kemi sprova më të lehta sigurisht krahasim me atë që ka pas. Për këtë arsye do thotë sprovat janë një urtësi e Zotit xhallal xjalaluhu. Shpeshherë sprovat kur të vinë nga ana e Allahut është me e kfjellën o robin që shtat Ibn al-Qayyim. Kur Allah azza wa jalla shef robi i tij se është duke bërë gjunahe dhe nuk po e meriton kë me hyrë në xhenetin e tij, shkaku i gjunaheve mëkateve, Allahu ja dërgon një sprovë. Që ky me qenë i kënaqur me caktimin e Allahut, me bëj sabër ndaj sprovës, edhe me fut Allahu xhallal xjalaluhu në xhenetin e tij. Ose thot Ibn al-Qayyim, kur don Allah azza wa jalla me ngritën shkallët larta të xhenetit, Allahu ja dërgon një sprovë. Në familja, në pasuri, në së forma tjera, ky bën sabër. Është i pajtimit me caktimin e Allahut, edhe hyn xhenetin Firdaus me pejgamberin, dëshmorët me njerëzit e mirë. Për arsye se Allah azza wa jalla na ka bërë me dije, ka thënë: "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin." Allahu s'kërse u betua se patjetër kemi më sprovua. Nuk ki shanse me ikën sprovës Zotit, a me humbjen pasurisë, a me firig, a me vetveten e juve, a me vreshta, patjetër kemi sprovu. Nuk ki mundësi me ikën sprovave. Po në fund Allah azza wa jall ka bën me dije se ata cilët e kanë mendimin e mirë ndaj Allahut xhalla wala, bëjnë sabër, i lutën Allahut që ka ndodhur, vetë i dërguar Allahut, kërkon rrugdalje në mënyrën e lejuar, Allah është me durimtarët. E çka do thotë Allah është me durimtarët, do të jetë ndihmën tënde, edhe shpërblimi ndaj durimtarëve do të jetë pa hesab, pa llogari nesër ditën e gjykimit. Andaj njeriu do thotë në sprovat që i përjeton, duhet me ditën se Allah azza wa jall e din të sprovën cilën e kije, edhe ndjenja çfarë je duke vujt me këtë sprovë. E din deri sa ki mundësi me përballuar këtë sprovë. Çdo njeri thotë ja vallahi unë gati si mbështet për muri. Po e shoh që edhe 1 vjet, 2 vjet po e çon me atë sprovë. Allah e din se ki mundësia. Allah po don me të pastruar, po don mu lidh ti me Allahun xhallal xjalalu. Sa në raste të shumta që i mbash kaq sprova të ndryshme, edhe ata u lidh me Allahun që kanë qenë jashtë Allahut xhallal xjalaluhu. Kanë qenë jashtë familjes, kanë qenë larg namazit, larg agjërimit, sprovat ju mbash kaq me i lidh me Allahun te bareke ve taala. Me jetu me Allahun duhet me njoftë edhe me dasht. E njohëm ne Allahun mjaftueshëm, e doj mjaftueshëm, se kanë ta pyet thotë që e njoh Allahun, e du Allahun, por pastaj në vepra është diçka tjetër. Po, kjo është e vërteta. Sot ka një njeriu muslimani njohuri për Allahun xhallal xjalaluhu, atëherë e don edhe më shumë, edhe jeton me Allahun xhallal xjalaluhu më shumë. Para më kur njeriu muslimani njeh emrat dhe cilësitë e Allahut, çfarë dashurie shtohet ndaj jetina. Kur njeh Allahun se ka emrin Ar-Rahman, Ar-Rahim, që është Ar-Razzaq, El-Hakim. Kur din se Allah është i mëshirshëm, edhe po të mëshiron tyja. Ti bën mëkat Allahut, Allahu po të furnizon tyja. E shef se Allah është Hakim, që Allah është sabur, që durimi i Allahut është i madh. Ti sa i bën mëkat Allahu xhalla wala, edhe Allahu nuk ndeshkon ty me një herë, të lënë hapësirë. E kur e din këtë mirësi të Allah xhalla wala, se është Allahu i mëshirshëm, edhe falës, edhe don tyje, nëse ti pendohesh dhe kërkon falën tek Allahu xhalla xjalaluhu, para menon dash njeriu se çysh më jeton me Allahun te bareke ve taala me atë mësin, edhe fillon pastaj më të shtuhet dashuria ndaj Zotit xhalla xjalaluhu. Mirë, kur nuk e njeh Allahun me emras, atë nuk e njeh Allahun azza wa jall me cilësitë e tij, edhe çka ke përgatit Allahu për tyje, atëherë robi ka me pas njerëz zakonisht problem.